e gjykoj të domosdoshme të paraqes dhe njëherë para jush qëndrimin ton, ta paraqesim haptas, me sinqeritet të plot, dhe unë besoj se përputhet plotësisht me programin e Partisë Demokratike. Kërkoj nga ju mirëkuptimin të kthehemi 2 apo 3 vite më parë kur është dhënë lajmi që kompania ka treguar interes të veçantë dhe do të investojë në Sazan dhe në atë kohë u tha 2 miliardë diçka kësaj natyre. Reagimi im ndaj këtij lajmi ka qenë ky. Pavarësisht sa ai ishte në opozitë. Plotësisht dakord. Pse? Që jam i hapur me ju. Kam thënë vetëm një fjalë, sepse i ka parat.